Breshëritë e molotovëve e fishekzjarreve ndaj kryeministrisë dhe efektivëve të policisë në mbrojtje të institucioneve shtetërore e politike, si në rastin e selisë së Partisë Socialiste, sollën reagimin e aleatëve ndërkombëtar. Ambasada e Gjermanisë në vendin tonë, përmes një deklarate, dënon dhunën teksa mbështet protestat paqësore si e drejtë themelore në një demokraci. Ambasada gjermane dënon dhunën e papranueshme në kuadër të demonstratave të djeshme. Protestat politike dhe e drejta për të demonstruar janë të drejta themelore në çdo shoqëri demokratike, por ato nuk mund të përligjin asnjëherë dhunën ndaj personave apo objekteve. Krahas këtij qëndrimi publik që vjen edhe pas përdorimit të flamurit gjerman në protest krahas flamurit të Bashkimit Evropian, atij të SBA, flamurit kombëtar dhe atij të Partisë Demokratike, ambasada kërkon nga kjo e fundit distancim pa ekuivok nga dhuna. Ne kërkojmë prej përfaqësuesve të partive politike përgjithëse të distancohen në mënyrë të pa ekuivok nga dhuna. Protesta në Tiranë erdhi vetëm pak orë pasi kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi, kryetari i Komisionit të Medias Jorida Tabaku e nënkryetari i Komisionit të Sigurisë Klevis Balliu zhvilluan një valë takimesh në Bundestagun gjerman. Sipas njoftimeve, ata morën mbështetje për qëndrimet në krah të drejtësisë për çështjen Balluku, por sipas burimeve, kritikat që këto tubime të jenë paqësore e pa molotov, që në protestën e fundit duket se nuk u morën parasysh. Edhe vetë Valvitia për herë të parë e flamurit gjerman në protestën e opozitës kërkonte të përcillte këtë mbështetje, por që për ambasadën vijon të jetë papranueshme dhuna. Përballë kësaj, policia nuk kurseu gazin lotësjellës, ujin me presion e spray piperin ndaj protestuesve, duke shënjestruar edhe vetë kryedemokratin 82 vjeçar Sali Berisha, i cili për disa minuta ju desh të merrte ndihmën nga stafi i tij për t'u ngritur e vijuar sërish në krye të protestuesve.